Njëti fast food KFC Albania me 13 restorante, xhiro 1.44 miliard lek dhe fitim mbi 141 milion lek, dëron pronësi në tetor 2025, sikur të ishte një tezë perimesh në Tiranë pas një pyetje për çmimin, pas një kontroll mbi mënyrën e pagesës dhe pas një hetim se ku përfunduan paratë e shitjes. Ndërsa Spaku që ka për detyrë të ndjek gjurmët e kapitalit kriminal, nuk ka hapur asnjë dosje për këtë transakcion, nuk ka thirrur në pyetje as blerësin as shitsin dhe nuk ka kërkuar asnjë informacion nga jurisdiksionet offshore ku TP Investment Limited është regjistruar, duke lënë hije pyetjen kryesore, ku shkuan paratë e pista të zhvatura nga qytetarët evropian përmes call centerave të Milton Group në Tiranë. Blerësi është Kan SHPK e Fatmir Zymberit, një grup kosovar që ka ndërtuar Prishtina Mall dhe që tani zgjeron duart mbi tregun shqiptar, por shitsi është TP Investment Limited, një kompani offshore e regjistruar në Ras Al Khaimah të Emirateve të Bashkuara Arabe, e cila nga ana e saj e kishte marrë këtë biznes vetëm një vit më parë në korrik 2024 nga Tianzi Limited, e cila e kishte marrë nga Global Fast Food Holding, e cila e kishte marrë nga Dadu SHPK e Albana Likonit, mashtruesi të skemës së karburanteve Gulf. Pra, një zinxhir pronësish që duket më shumë si një lojë fshehjeje sesa një investim i zakonshëm dhe që kaloi pa u hetuar nga asnjë institucion shqiptar, por ajo që ndodhi në tetor 2025 është edhe më e rëndë sepse aty paratë e pista dolën nga Shqipëria përmes një shitjeje që askush nuk e ka parë. Pyetja që ndodhet në tryezë të SPAK, nëse ata ulen dot në tryezë, është e thjeshtë dhe për këtë arsye shumë e pakëndshme, në cilën llogari bankare përfunduan paratë e shitjes së KFC, sepse paratë që TP Investment mori nga Zymberi nuk janë paratë të zakonshme, ato janë të njëjtat paratë që qytetarët gjerman dhe europian humbën në platformat false të investimit të Milton Group. Ato janë paratë që kaluan nëpër call centerat e Amant Josifit në Tiranë dhe që u pastruan përmes xhiros ditore të KFC-s, dhe tani pas shitjes ato kanë përfunduar diku në një llogari, në një bank, në një jurisdiksion, dhe Spaku nuk e di se ku, ose nuk do ta di, sepse nuk ka hetuar. Aktakuza e prokurorisë së përgjithshme të Bambergut dhe zyrës qendrore për krimin kibernetik të Bavarisë, ndaj Mikael B, e ngritur për një dëm financiar që arrin në të paktën 230 milionë euro vetëm në vendet gjermanisht folse, e ka përshkruar Shqipërinë si një bazë operative e një industrie kriminale të mirë organizuar, ku call centerat mashtruese të lidhura me Milton Group punonin me qindra operatorë dhe në qendër të kësaj arkitekture qëndronte Amant Josifi, i shpallur sot në kërkim ndërkombëtar dhe i strehuar në Dubai. Por paratë e mashtrimit nuk u arratisën me Josifin. Ato qëndruan në Shqipëri dhe u futën në KFC, u pastruan përmes arkave të saj dhe më pas, në tetor 2025, dulën nga Shqipëria përmes një shitjeje që SPAK nuk e ka hetuar. Global Fast Food Albania, operatori i KFC dhe Pizza Hut në Shqipëri, u krijua në vitin 2015 nga Dadu SHPK e Albana Likonit, mashtruesi i skemës së karburanteve Gulf, dhe që nga ai moment ky biznes nisi një qarkullim pronësie që nuk i shkon mendja njeriu të shëndosh se si ka mundur të kaloj pa u hetuar, duke kaluar tek Global Fast Food Holding Limited, më pas tek Tianzi Limited dhe në korrik 2024 tek TP Investment Limited, regjistruar në Ras Al Khaimah, një jurisdiksion që ofron privatësi të plotë dhe fshehje të pronësisë, ndërsa pas kësaj kompanie qëndron Leila Gelkvidze, shtetase gjeorgjiane që figuron si aksionare formale, për administratorët nominal gjeorgjan janë valuta e përditshme e pastrimit të parave. Pranë saj shfaqet Revasa Kadse, ideatori i skemave mashtruese me Forex në Europë, dhe ortaki Amant Josifit, i cili figuron gjithashtu ortak me Aleksandër Josifin, baban e Amantit, në kompaninë e ndërtimit Balkan Investment Group, e dyshuar për pastrim parash. Të gjithë këta individ janë lidhur me njëri tjetrin përmes kompanish Guask, offshoresh dhe biznesesh në Shqipëri, ndërsa paratë e tyre të pista kanë kaluar nëpër KFC dhe më pas kanë dalë jashtë. Kur Kan SHPK e Fatmir Zymberit bleu rrjetin KFC, paratë e shitjes shkuan tek TP Investment Limited, por pyetja është ku shkuan më pas ato para, sepse TP Investment është vetëm një Guask, një strukturë e krijuar për të marrë para dhe për t'i ridrejtuar ato diku tjetër. Diku tjetër mund të jetë një llogari bankare në Emiratet e Bashkuara Arabe, ose në ishujt e Vjergjër Britanik, ose në ndonjë jurisdiksion tjetër ku paratë zhduken nga gjurmimi te SPAK, nëse do të hetonte, do të kërkonte nga institucionet të dhënat për këtë transfert, do të kërkonte bashkëpunim me Ras Al Khaimah për të identifikuar pronarin përfitues të TP Investment dhe do të kërkonte të shite llogarit ku përfunduan miliona euro të shitjes, por SPAK nuk ka bërë asnjë nga këto. Dhe pyetja që mbetet pa përgjigje është, a do ta bëjë ndonjëherë? Aktakuza gjermane ka vërtetuar se call centerat ekzistonin dhe bashkëtronin, ka dokumentuar dëmin prej 230 milionë eurosh dhe ka emërtuar Amant Josifin si koordinator, por aktakuza gjermane mund të hetojë se ku shkuan paratë e shitjes së KFC,
sepse kjo është punë e SPAK, dhe SPAK deri më tani nuk ka bërë asgjë. SPAK nuk ka kërkuar informacion dhe nuk ka konfiskuar asnjë llogari të lidhur me këtë transaksion, duke lënë të hapur rrugën për një skem të tërë pastrimi parash që fillon te call centerat në Tiranë, kalon nëpër KFC, del përmes një shitjeje offshore dhe përfundon diku jashtë Shqipërisë, pas një pagesë, pas një alarm dhe pas një ndjekje penale. Pyetja është e thjeshtë: në cilën llogari përfunduan paratë e shitjes së KFC, kush është pronari përfitues dhe pse institucionet ligjzbatuese nuk e kanë kërkuar këtë informacion? Nëse paratë e pista mund të dalin nga Shqipëria pa u hetuar, atëherë pastrimi i parave në këtë vend nuk është një krim, por një industri. Dhe SPAK nuk është duke luftuar këtë industri, por duke e lënë të funksionojë, duke mbyllur syt para transaksioneve miliona euroshe dhe duke i dhënë kështu një mesazh të qartë çdo strukture kriminale që dëshiron të lajë para në Shqipëri. Këtu mund të vini, mund të pastroni dhe këtu mund të dilni pa u pyetur. Më 14 dhjetor 2017, Drejtoria për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve i dërgoi Prokurorisë së Krimeve të Rënda një kërkesë për ndalimin e shtetasit Juri Spore, i njohur edhe si Armando Spore, në funksion të procedimit penal numër 318 të vitit 2017, por kjo kërkesë nuk u përmbush dhe nga gjykata shqiptare Juri Spore u la i lirë. 3 vjet më vonë, GJKO e gjykoi atë për trafik narkotikësh sipas neni 283 fraksion A fraksion 2 të kodit penal dhe rrëzoi rekursin e tij kundër vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, duke lënë në fuqi dënimin, por as ky dënim nuk u ekzekutua kurrë dhe Juri Spore vazhdoi i lirë. Pas lirimit, Juri Spore filloi të krijonte në Tiranë një rrjet kompanish në fushën e makinave elektrike dhe shërbimit të taksive. Administrator dhe aksioneri i këtyre kompanive janë ai dhe vëllezërit e tij, Ferdinand dhe Alexander Sporeja. Sot ai drejton Flux Fusion, Flux Service, Auto Fusion Plus dhe Blue Coast, të cilat, sipas dosjes numër 287, fraksion 1 të vitit 2021 të prokurorisë së posaçme, shërbejnë për pastrimin e parave të përfituara nga trafiku ndërkombëtar i kokainës. Autoritetet gjermane e kishin identifikuar më parë Juri Sporen si një nga koordinatorët e shpërndarjes së kokainës dhe heroinës në Gjermani, Austri dhe Hungari, por as ky informacion nuk e pengoi atë të operonte lirisht në Shqipëri. Në dosjen e SPAK, një shënim i thatë konfirmon se Drejtoria e Narkotikëve kërkon ndalimin e këtij shtetasi, por kjo kërkesë mbeti pa përgjigje dhe Juri Spore vazhdoi të udhëtonte lirisht brenda dhe jashtë Shqipërisë. Dosja e SPAK-ut numër 287 fraksion 1 e vitit 2021 përmban komunikime të përgjuara që ekspozojnë të gjithë skemën. Pronarët e vërtetë të kompanive nuk janë vëllezërit Spore, janë Adrian Rama, Erion Rama dhe Elton Mehmeti. Më 15 gusht 2024, Adrian Rama i thot Alexander Sporejas në telefon: "Ka marrë telefon ai numri që të kam dhënë unë, ai që the ti, tu ta bëj drejtor. Ka gjetë dhe 4-5 shoferë tjerë, kështu nga 50 vjeç, të mirë, po do me fol me ty. Licencën e mora, thuj, targat po dalin, makinat e tjera po vinë." Adrian Rama është organizatori. Ai merr licencat, gjen shoferët dhe drejton operacionin. Alexander Sporeja është vetëm një emër në letra, zbatuesi porosive të pozëve të kokainës. Më 6 dhjetor 2024, Adrian Rama i quan veten ortak i Armandos tek taksit. Në një bisedë tjetër, Elton Mehmeti përdor shprehjen vetëm ne kur flet për kompaninë, duke treguar qartë se e konsideron veten pronar. Erion Rama komunikon vazhdimisht me Alexander Sporen për çështje të pritshme. Në një bisedë ai thotë: "Na interesojnë vetëm kartat, lekët i rimpulson kompania." Trafikanti tjetër, Elton Mehmeti, në një bisedë të datës 30 nëntor 2024, përdor shprehjen "vetëm ne i kemi kompjuterat origjinal" kur flet për kompaninë, duke evidentuar faktin se ai e konsideron shoqërinë si pronë të tij. Në dosje numër 287 fraksion 1, SPAK shkruan: "Personat në hetim Adrian Rama, Erion Rama dhe Elton Mehmeti, përmes një skeme të koordinuar, kanë fshirë pronësi reale të shoqërisë Auto Fusion Plus, duke regjistruar atë formalisht në emër të shtetasit Alexander Sporeja." Kjo mënyrë veprimi përputhet me elementet e fshehjes së pronësisë dhe e kontrollit, duke u konsideruar si një mekanizëm për të maskuar origjinën e burimeve e për të shmangur identifikimin e pronarëve të vërtetë, çka ngre dyshime të arsyeshme për ekzistencën e veprës penale, të pastrimit të produkteve të veprës penale në kuptim të neni 287 të kodit penal. SPAK konkludon 27 automjete elektrike luksoze në pronësi të Flux Fusion, modele Volkswagen ID3, ID4, ID6, Cross Pro, Audi Q4 e-tron, Zeekr 7X, Ion Y+, me vlerë totale rreth 82 milion lek apo 800.000 euro, por më 7 prill 2026, pak para se SPAK të vendoste sekuestron, Alexander Sporeja i shiti 100% aksioneve të kompanisë
shtetasit Shkëlqim Lagashi për vetëm 150.000 euro, duke përfshirë edhe 27 mjete taksi. SPAK konstaton se nisur nga vlera e shitjes së kuotës dhe bazuar në vlerën e aseteve të shoqërisë. Arsyeshëm konkludohet mbi faktin se shitja e shoqërisë është fiktive dhe se dikush e kishte informuar Aleksandër Sporen për sekuestron e afërt. Dosja e SPAK zbulon gjithashtu se midis 20 nëntorit 2024 dhe 6 janarit 2025, Erion Rama i dha hua Juri Spores jo më pak se 250.000 euro pa afat dhe pa interes. Deri në këtë fazë të hetimeve nuk ka të dhëna për kthimin e UAS nga ana e Juri Spores. SPAK konstaton se këto transaksione financiare dhe veprime juridike janë përdorur për të fshehur origjinën e fondeve dhe për të legjitimuar produkte të veprës penale nga personat në hetim Adrian Rama, Erion Rama dhe Elton Mehmeti. Por fjalët mbeten në letër, sekuestroja u vendos, por arrestimet nuk erdhën. Juri Spore vazhdon i lirë. Adrian Rama, Erion Rama dhe Elton Mehmeti vazhdojnë të lirë. Flux Taxi dhe Blue Coast Taxi vazhdojnë të operojnë. Makinat elektrike vazhdojnë të qarkullojnë. Deparat e drogës vazhdojnë të pastrohen. Pse Juri Spore nuk u arrestua në vitin 2017, kur prokuroria e krimeve të rënda kërkoi ndalimin e tij? Pse dënimi i vitit 2020 nuk u ekzekutua? Kush e informoi Aleksandër Sporen për sekuestron e afërt, duke e lejuar atë të shiste kompaninë, deri kur do të presim që drejtësia shqiptare të veprojë? Me ndezjen e kamerave të para inteligjente në Tiranë, Shqipëria ka hyrë zyrtarisht në epokën e Smart City. Projekti që qeveria e prezanton si një transformim të mënyrës se si do të garantohet siguria publike, do të shtrihet gradualisht në të gjithë vendin me rreth 5.000 kamera inteligjente të lidhura në një qendër të vetme kontrolli. Në praktikë, kjo do të thotë se qytetet nuk do të monitorohen më vetëm nga kamera që regjistrojnë pamje. Sistemi i ri përdor inteligjencë artificiale për të analizuar atë që ndodh në kohë reale. Ai mund të lexojë targat e automjeteve, të evidentojë shkeljet të qarkullimit, të identifikoj automjetet të shpallura në kërkim, të dalloj grumbullime të pazakonta njerëzish, të sinjalizoj aksidente apo situata emergjente dhe të dërgoj njoftimet menjëhershme në qendrën e kontroll. Ky është modeli që sot përdoret në shumë vende të botës, nga Singapuri te Londra, nga Dubai te Barcelona. Qytetet po investojnë miliarda euro në teknologji inteligjente për të menaxhuar trafikun, për të ulur kriminalitetin dhe për të reaguar më shpejt ndaj emergjencave. Megjithatë, pothuajse kudo ku janë vendosur sisteme të tilla, debati nuk është ndalur te teknologjia. Ai është përqendruar te rreziqet që lindin kur një qytet i tërë fillon të mbështetet mbi një sistem të centralizuar që mbledh dhe përpunon vazhdimisht të dhëna. Rreziku i parë lidhet me privatësinë. Në një qytet inteligjent nuk regjistrohen vetëm pamjet, çdo automjet që kalon, çdo lëvizje në rrugë, çdo hyrje dhe dalje në zonat e monitoruara mund të kthehet në të dhënë digjitale. Në varësi të teknologjisë së përdorur, sistemi është në gjendje të rindërtojë itinerarin e një automjeti, të analizojë flukset e lëvizjes dhe të krijojë modele të sjelljes në hapësirat publike. Pikërisht për këtë arsye, Bashkimi Evropian ka vendosur rregulla të rrepta për përpunimin e të dhënave personale. Pyetjet që ngrihen janë konkrete. Kush i administron këto të dhëna? Për sa kohë ruhen? Kush mund t'i konsultojë? A fshihen automatikisht pas një periudhe të caktuar apo ruhen për vite? A kontrollohet sistemi nga një autoritet i pavarur? Këto nuk janë çështje teorike, janë elementë që përcaktojnë nëse një sistem përdoret vetëm për siguri apo mund të shndërrohet në një mekanizëm mbikëqyrjeje masive. Një tjetër sfidë lidhet me vetë kompanitë që ndërtojnë dhe mirëmbajnë këto sisteme. Projekti shqiptar po realizohet me kompaninë Presight AI, pjesë e grupit G42 nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në nivel ndërkombëtar, Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë në SBA ka paralajmëruar se administrimi i të dhënave nga kompani të treta rrit rrezikun e rrjedhjeve të informacionit, aksesit të paautorizuar apo përdorimit të dhënave për qëllime të tjera nga ato për të cilat janë mbledhur. Sa më shumë aktorë të kenë akses në sistem, aq më e vështirë bëhet garantimi i sigurisë dhe transparencës. Po aq serioz është edhe rreziku kibernetik. Një smart city nuk është vetëm një program kompjuterik. Ai është një rrjet i madh pajisjesh të lidhura me internetin. Çdo kamerë, sensor, server dhe qendër kontrolli komunikon vazhdimisht me pjesën tjetër të sistemit. Kjo arkitekturë e ndërlidhur e bën sistemin shumë efikas, por njëkohësisht zgjeron edhe sipërfaqen e sulmit. Mjafton që një hallk të ketë dobësi sigurie që sulmuesit të tentojnë të depërtojnë në të gjithë rrjetin. East West Institute, në një udhëzues mbi qytetet inteligjente, paralajmëron se sa më shumë pajisje IoT të lidhen në një rrjet, aq më i madh bëhet rreziku i sulmeve kibernetike, defekteve teknike dhe ndërprerjeve të shërbimeve kritike. Nëse nuk ekzistojnë sisteme rezervë dhe plane reagimi, një sulm mund të ndikojë jo vetëm te kamerat, por edhe te funksionimi i shërbimeve të emergjencës apo i menaxhimit të trafikut. Për Shqipërinë ky nuk është një diskutim hipotetik. Në vitin 2022, vendi u përball me një seri sulmesh kibernetike që goditën administratën publike. Platforma e Albania u nxori jashtë funksionit, u sulmuan server shtetëror
tetor. Më pas u godit edhe sistemi Teams dhe u publikuan në internet mira dokumente zyrtare. Sulmet treguan se edhe infrastruktura kritike mund bëhet objektivi aktorëve të sofistikuar. Pikërisht për këtë arsye, ndërtimi i një sistemi që do të mbledh çdo ditë sasi shumë të mëdha informacioni e bën edhe më të rëndësishme mbrojtjen kibernetike. Në rast se një sistem i tillë kompromentohet, pasojat nuk kufizohen te humbja e të dhënave. Mund të preket funksionimi i vetë mekanizmave të sigurisë publike. Një debat tjetër lidhet me inteligjencën artificiale. Kamerat e Smart City nuk do të jenë vetëm sy elektronik. Vendimet e para do të merren nga algoritmet. Sistemi do të analizojë pamjet dhe do të përcaktojë nëse një situatë përbën rrezik apo jo. Kjo metodë është përdorur në disa vende edhe për të parashikuar zonat ku ka më shumë gjasa të ndodhin krime ose për të orientuar patrullat e policisë. Megjithatë, studime të ndryshme kanë treguar se algoritmet mund të gabojnë ose të riprodhojnë paragjykimet që ekzistojnë në të dhënat mbi të cilat janë trajnuar. Për këtë arsye, Akti Evropian për Inteligjencën Artificiale e klasifikon përdorimin e AI në sigurinë publike si një fushë me rrezik të lartë dhe kërkon kontroll të vazhdueshëm njerëzor. Ekziston edhe një sfidë më pak e dukshme, varësia nga teknologjia. Sa më shumë funksione të qytetit kalojnë në një platformë të vetme, aq më shumë funksionimi normal i tyre varet nga stabiliteti i sistemit. Një defekt teknik, një ndërprerje e rrjetit ose një sulm kibernetik mund të ndikojë në monitorimin e trafikut, reagimin e policisë apo koordinimin e emergjencave. Kjo është arsyeja pse shumica e vendeve që kanë ndërtuar Smart City investojnë po aq në sisteme rezerv, auditime të vazhdueshme, sigurie dhe testime të infrastrukturës, sa investojnë edhe në vetë kamerat. Smart City nuk është një teknologji që duhet parë me frikë, por as me entuziazëm të pakushtëzuar. Përvoja ndërkombëtare tregon se suksesi i tij nuk matet me numrin e kamerave të vendosura, por me aftësinë e shtetit për të mbrojtur të dhënat, për të garantuar privatësinë, për të qenë transparent mbi mënyrën se si funksionon sistemi, edhe për të ndërtuar mbrojtje të forta ndaj sulmeve kibernetike. Për Shqipërinë që ka kaluar tashmë përvojën e hidhur të sulmeve ndaj infrastrukturës shtetërore, kjo sfidë është edhe më e madhe. Sulmet ndaj gazetarëve në Shqipëri nuk janë kurrë të rastit, ato ndjekin një mekanizëm të sprovuar me vite. Fillojnë me një akuzë të parë syetuar për gazetari të keqe, për shkallëzohen me shpifje personale që e nxjerrin gazetarin jashtë profesionit të tij dhe kulmojnë me presion financiar ndaj medias për të cilën ai punon. Ky model nuk synon vetëm një njeri, ai synon të dërgojë një mesazh për të gjithë ata që mund të ndihen të inkurajuar të bëjnë të njëjtën gjë dhe për të gjitha redaksit që mund mendojnë se pavarësia ka një çmim më të ulët se sa ai që po paguan Birn. Gjergj Rebara u fut në këtë mekanizëm pa e kërkuar. Puna e tij si gazetari i Birnit ka qenë gjithmonë raportimi i fakteve, verifikimi i burimeve dhe mbajtja e pushtetit përgjegjës për ato që bën. Birn nuk është një media që mbush faqet e para me tituj tronditës, por ka diçka që e bën të rrezikshme, besueshmërinë. Kur Birn raporton, të tjerët e marrin seriozisht. Dhe kjo është pikërisht arsyeja që e bën të papërshtatshëm për ata që jetojnë nga gjysmë e vërteta dhe llogaritë e mbyllura. Gjithçka nisi më 25 qershor kur CNN transmetoi pamje nga Kakomea dhe disa zyrtarë të lartë të mazhorancës akuzuan në rrjetin amerikan se po dëmtonte turizmin shqiptar. Rebara lexoi kronikën origjinale dhe vuri re diçka që të tjerët kishin humbur në nxitimin e tyre për të akuzuar. CNN nuk e kishte lidhur pamjen me projektet turistike. Ky detaj i vogël faktik dhe i thatu tha publikisht dhe ishte vërejtja e parë që prishin narrativën zyrtare për këtë çështje. Nuk ishte një deklaratë politike, ishte një korrigjim i thjeshtë, por në një klim ku çdo zë që nuk përputhet me versionin zyrtar trajtohet si kundërshtim. Rebara u bë i papërshtatshëm. Gjergj Luca i lëpihet qeverisë nga mëngjesi deri në mbrëmje së bashku me një grusht analistësh, të cilët i paguan me sup peshku dhe i rreshton çdo herë për të përsëritur të njëjtat fraza të urdhëruara nga qendra. Më tet korrik Luca zgjodhi të hynte në politik me një video ku fyen protestuesit duke u thënë se janë hiçer, sikur shqetësimet e tyre për pronat e shtetit që po grabiteshin me €1 të kishin më pak vlerë se sa mendimi i një biznesmeni që ushqehet nga njëjti pushtet. Kur mira qytetari u përgjigjen me vlerësime negative në Google, Luca nuk e pranoi peshën e provokimit të tij. Vrapoi te policia e ktheu një çështje lirie të shprehjes në një hetim penal dhe ja doli që policia e drejtuar nga Skënder Hita të fliste për një rrjet kriminal prej 10.000 llogarish pa paraqitur asnjë provë, por duke krijuar atmosferën e përsosur për të cilën çdo kritik ndaj biznesit të lidhur me pushtetin të cilësohej si pjesë e një fushate terroriste. Më 10 korrike Rebara publikoi në Reporter.al një shkrim që nuk ishte propaganda as opinion, por raportim i pastër. 4 zërat pavarur kundërshtonin qasjen e policisë. Rigels Xhemollari nga qendresa qytetare e quajti deklaratën të rrezikshme dhe jo profesionale. Orkidea Xhaferaj nga SCIDEV shpjegoi se koordinimi dhe masiviteti nuk mjaftojnë për ta bërë një veprim të paligjshëm. Gazetari Sami Zyraj nga Asociacioni i Gazetarëve Shqiptar tha se pretendimi për 10.000 llogari pa prova ishte deklaratë politike jo institucionale. Rebara nuk shkroi asnjë fjalë të tij, ai raportoi ato që këta njerëz thanë. Më 11 korrik me Robaze e quajti Rebarën jo më gazetar por atentator që nxit terror mbi biznesin. Shkrimi u ribotua në rrjetet sociale dhe Baze pretendoi gjithashtu se Birn
mbahet nën kontrollin e një rrethi familjar dhe se ambasada amerikane i kishte ndërprer grantet, por asnjë nga këto pretendime nuk është konfirmuar nga burimet pavarura dhe mbeten në fushën e spekulimeve të pandëshkueshme. Më 12 korrik Luca kërkonte një falje publike nga gazetari e quajti Erebarën pseudo gazetar dhe kërkoi që ai të kërkonte falje mira punëtorëve. Luca nuk kërkoi korrigjim të asnjë fakti, të asnjë shifre, të asnjë date, kërkoi vetëm falje sepse qëllimi nuk ishte e vërteta, por nënshtrimi dhe pranimi publik i fajit për një gjë që askush nuk e kishte provuar kurrë. Kryeministri Rama e cilësoi fushatën skem kriminale dhe deklaroi se Google po ndihmonte të ktheheshin bizneseve vlerësimet. Por kur Radio Europa e Lirë kërkoi Google përgjigje nëse kishte vërtetur aktivitet të pazakontë në Shqipëri, Google nuk u përgjigj dhe asnjë konfirmim i pavarur i tezës qeveritare nuk ekziston ende. Më 15 korrike Erebara postoi në llogarinë e tij personale një foto të modifikuar me AI që tallet me pamjet me dron të Tauland Ballës, duke shkruar se fotografia ishte krijim artistik dhe nuk reflektonte një postim real. Ishte satir, humor politik dhe ushtrimi së drejtës së tij si qytetar për të kritikuar. Tauland Balla nuk ju përgjigj satirës, e quajti Erebarën falsifikator dhe kaloi te parat. Kërkoi llogari publikisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe nga ambasadat e huaja, duke u drejtuar atyre pyetjen se a është kjo gazetaria që ata financojnë. Ky është momenti kur sulmi kaloi nga personal në institucional. Erebara u godit për një postim personal, por goditja ju drejtua donatorëve të Birnit. Ishte një mesazh i qartë për çdo media të pavarur. Birn nuk ka lëshuar asnjë korrigjim gjatë gjithë kësaj periudhe. Nuk ka tërhequr asnjë shkrim dhe nuk është përkulur sepse shkrimet e Erebarës kanë qenë të sakta, burimet e tij të verifikuara dhe raportimi i tij i balancuar. Erebara është gazetar në Birn dhe njëkohësisht aktivist dhe gazetar i pavarur në platformat e tij personale, por këto dy role nuk janë në konflikt. Gazetarët kanë të drejtë kanë opinione jashtë orarit të punës, të bëjnë satirë dhe të jenë qytetar. Sulmi ndaj Erebarës nuk e respekton këtë ndarje dhe e përzien qëllimisht për të goditur Birnin përmes gazetarit dhe për të kërcënuar redaksin përmes financimit të saj. Ky sulm nuk është një përplasje rastësishme në rrjet, por një model i njohur që po zbatohet me saktësi. Gjergj Luca nuk është thjesht një biznesmen që u ndjej prekur. Luca është biznesmeni që provokon, pastaj qan, pastaj kërkon t'i kërkohet falje dhe pastaj bashkohet me fushatën shpifse për ta quajtur Erebarën pseudo gazetar dhe atentator. Ai ofendoi protestuesit duke i quajtur hiç, por kur ata ju përgjigjën, nuk pranoi peshën e asaj që kishte nisur dhe veproi te policia për t'u mbrojtur. Gjergj Erebara nuk është nga ata gazetarë që Luca i ul në tryezë dhe i jep leksione morali, sepse Erebara nuk ka pse t'i kërkoj falje grabitësve të pronave të shtetit me €1 dhe të dyshuarve për trafik ndërkombëtar droge. Erebara doli në mbrojtje të qytetarëve që Luca i fyeu me të njëjtën lehtësi që ai përdor kur lahet te këmbët e qeverisë. Luca nuk është viktim, Luca është pjesë e një mekanizmi që përdor biznesin si armë politike dhe policinë si mjet për të ndëshkuar ata që nuk i përkulen. Të gjithë ata që sot po sulmojnë gazetarin e Birn kanë një emërues të përbashkët, Edi Rama.